Sot dua të të them diçka shumë të rëndësishme për ty. Atë që mbase dhe e ke dëgjuar dhe ke bërë sikur se ke dëgjuar dhe nuk e ke dëgjuar fare. Nuk është faji jot që do njerëzit kështu si i do. Shkaku është në vend tjetër. Shumë njerëz mendojnë se shkaku i vuajtjeve të tyre është se duan shumë, por e vërteta është ndryshe. Edhe unë kam qenë ai person që kam dashur shumë. Ne të gjithë pa përjashtim mësuam të duam ashtu si pamë që na duan njerëzit. Dhe kush? Njerëzit më të afërt të familjes tonë, nëna dhe babai jonë. Por dhe ata na mësuan dhe na deshën ashtu si dhe ata i mësuan dhe i deshën prindrit e tyre. Dhe më pas, gjithçka që ka filluar shumë breza më parë dhe mos themi që ne jemi këtu të ndryshojmë atë energjinë dhe mënyrën si jemi dashur që nga fillimi i krijesës njerëzore. Ne mësuam të duam ashtu si përjetuam, ashtu si na deshën ose nuk na deshën. Nuk mund të japësh diçka që se ke, nga mungesa nuk mund të japësh asnjëherë. Nëse ke mësuar të japësh që mos të braktisin dhe ke frikë nga vetmia, nëse ke mësuar të japësh, të durosh, që të mos prishësh lidhjet njerëzore, kjo është shpirt i bukur, nuk është dobësi. Kjo është mbijetesë. Por erdhi koha që ne të jetojmë dhe jo të mbijetojmë. Por gjëja më e bukur është se ti je këtu tani. Dhe kjo do të thotë që ti që po e dëgjon këtë video je gati të bësh diçka ndryshe nga ajo që ke bërë deri tani. Në videot e më mbrapshme do kemi dhe mënyra të tjera dhe do shikoni shkaqet pse pikërisht ne kemi mësuar këtë model dashurie dhe si mundet ta ndryshojmë këtë. Për këtë, ju jam mirënjohëse të shpërndani videon dhe në njerëz të tjerë, të më ndiqni këtu në TikTok, në Facebook, Instagram, YouTube dhe komentoni, shtypni zemrën këtu në TikTok, komentoni dhe në YouTube, shpërndajnë këto video dhe më thoni në çfarë gjendje ndjeni ju, çfarë ju mungon të kur ishit fëmijë, si dashuroni tani, si janë marrëdhëniet tuaja, mos keni turp. Erdhi koha që ne të flasim dhe 2026 është viti që sidomos gratë nuk do rrinë më në heshtje, po do shprehin që të nxjerrin atë mlefin brenda tyre, atë mërzitjen, bllokimin e energjisë dhe të hapen zemrën. Dhe kur një grua hap zemrën, do shërojë të gjithë familjen, burrin, partnerin dhe fëmijët e saj. Prandaj ju ftoj të gjithëve së bashku, burra dhe gra, të hapim zemrat dhe të flasim me sinqeritet. Të gjitha këto kanë qenë modele të vjetra, nuk janë tuajat, por jemi në të lumtur që kemi mënyra dhe metoda që t'i shërojmë, veç se vendimin duhet ta marrësh ti. Shpërndaj këto video në njerëz të tjerë dhe më ndiq dhe më shkruaj në mesazh privat në qoftë se ti intereson të bësh diçka me veten tënde. Telefoni im është 0030 699 321 46 37. Më shkruaj në Telegram, WhatsApp dhe në Viber. Ju përshëndes, ju dua shumë dhe ju falenderoj që jeni këtu, se të gjithë së bashku mund të bëjmë ndryshimin. Dhe mos u shqetëso se nuk ka asnjë një gjë gabim që ndodh tek ty, por ka vetëm historira të ndryshme që ne duhet t'i shikojmë. Dhe gjithashtu janë aty t'i kuptojmë dhe të shikojmë
kush është mësimi këtyre historive që na ka ndodhur. Ju falenderoj.